Jemi rikthyer në një moment tjetër të bukur të kësaj mbrëmje. Ashtu siç e kam thënë edhe për të tjerët edhe gjithmonë në momentet e tilla kur kemi zgjedhje, për mua edhe unë besoj për numrin më të madh të banorëve të këtij vendi, të këtij atë është festë, sepse zgjedhim njerëzit më të mirë që të na përfaqësojnë dhe që të progredojnë, të përparojnë jetën tonë në përgjithësi. Një i tillë do të vinë në vazhdim me pretendimin që të bëhet asamblejist i arshëm në Asamblenë e Komunës së Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës, zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Arsim Sfishta. Hajde Arsim. Si Arsim. Arsim, mirë se erdhe. Mirë se gjetën. Zakonisht jem mësu me ardhë mysafir këtu si drejtori ansamblit Bajram Curri, dhe zakonisht kur kemi pas sidomos momentet bukura nga ato sukseset tuaja të shumta, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, po edhe më gjerë. Mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se gjetën. A keni një sukses tjetër të rinj nga Bajram Curri, të cilit ti duar trokasim? Po Bajram Curri gjithmonë është me suksese. Nuk ndalet ansambli Bajram Curri. Qysh e din edhe te... Herën e fundit keni qenë në Turqi me sa e di, ja? Po, kemi qenë në Turqi, kemi kaluar shumë mirë, konë festival ndërkombëtar, kena pas paraqitje shumë mirë. E bukura është se ajo vjen krejt si rezultat i juve, i Nureddin Ibishit, Lekës, i Eminit, edhe aktivistëve të tjerë, të cilët kogja me shumë djerse, me gjyksin tuaj, me mundësi tuaja, bani atë gjë është të bukur që shoqënia jonë, ansambli ynë, me krejt koloritin e vetë, edhe të këngëve dhe të vallëve dhe të paraqitjes edhe të veshjeve dhe krejt, të na prezentoj suksesshëm gjithandej. Dhe kjo ka qenë një lloj segmenti i tregimit të menaxhimit të suksesshëm nga ana juaj. Po sonte jemi me një sebeb tjetër. Çka kemi nga Kodra Trimave? Po nga Kodra Trimave si gjithë është një lagje... Si gjithë në kohë fushate... Të gjithë. Është një lagje shumë e pasur me njerëz të mirë, që e dinte edhe prej kohës para lufte, Kodra Trimave ka dhënë shumë. Po një lagje e harruar. Ka marrë pa. Ka dhënë shumë, po ka marrë pa. Dhe realisht nuk ka marrë hiç. Akoma asgjë. Ju njiheni si vërtet aktivist, unë ju prezentova që në fillim atë për të cilin jeni edhe shumë vite, po aktiviste i çështjes kombëtare, ke qenë pjesëtar i UÇK-s, biznesmen i suksesshëm që sa vite me një biznes që i ka dhënë shtetit, absolutisht i ka dhënë vendit, me taksat, me punëtorët, me të gjitha. Tash po don me fillu një rrugtim tjetër, që është rrugtim politik. A ishe në politik edhe më herët, apo synon tash me fillu më bujshëm rrugtimin tënd politik? Po para 4 vite, jem kanë kandidat për asambleje, po nuk mujta me arrit numrin e mjaftueshëm për me kalu, kështu që thashtë e provoj edhe herën tjetër, që shpresoj tash jem ma i përgatitur edhe shpresoj që të doja dalë. Tash po hyn për si kandidat për Asamblenë Komunale në Prishtinë, nga radhët nga lista e PDK-s. Vërtet, çfarë ju shtyu ta merrni këtë hap? Apo ta përsërisni këtë hap? Po pikëspore, Partia Demokratike në Komunën e Prishtinës e ka një kandidat që ka vlera njerëzore edhe është një njeri që ka dhënë shumë për sidomos në fushën e mjekësisë, kur ka qenë ministri shëndetësisë, e ka tregu veten edhe unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e ekipit të Orhan Ismailit. E falenderoj shumë që më ka përzgjedhur për së dyti me qenë kandidat për Asamblenë Komunale, që jam nga pjesa e Kodrës Trimave, që thamë dhe më herët, të një lagje më të varfër në Komunën e Prishtinës. Po, absolutisht. Vazhdon me majt atë primat, për fat keq. Po atëherë, cilat janë prioritetet kryesore që do t'i përfaqësonin kuvendin komunal nëse fitoni besimin e qytetarëve?
Po pikë pari, unë se kandidat për asamblej komunale, e kuptoj çka do të thotë të jesh në asamblej komunale. E kuptoj që ato nuk shkon njeri veç mu në atulse edhe me shiqu, po je domethënë një përfaqësues i lagjës, e cili shumë ka vlerë të madhe nëse je punëtor dhe punon për ta. Kështu që unë mendoj që nëse arri me qenë asamblejist, ka me konë zëri i lagjës, i qytetarëve të gjithë Prishtinës, për në gjitha fushat që i përket një asamblejisti, besoj që do të azotëroj atulse dhe do të përgjigjem qytetarëve. A do të ofroni edhe projekte, me piknisje vetanake, apo do t'jesh pjesë veç e projekteve që i ban partia, në rast nëse pretendoni që t'jeni partia fituse? Jo, realisht unë mendoj që duhet të jetë secili asamblejist, duhet të jetë një asamblejist që ka vizion dhe synon që gjithmonë të bëj projekte në interes qytetarit se është shumë e vlefshme. Tashmë që vjen për një lagje vërtet karakteristike, kodra e trimave, gjithçka në vitet më të vështira të robërisë ka ndodhur në kodrën e trimave. Edhe dajakun, edhe gazin lotësjellës, edhe dhunën i ka përjetu kodra e trimave, po asnjëherë nuk është dorëzu, sot ka përfundu, ka vazhdu të nesër me në kështu me radhë. Po çka i mungon, çka është më urgjente që të veprohet në sankcionimin e problemeve, në zgjidhjen e problemeve, në ofrimin e projekteve të reja në atë lagje? Po kodra e trimave realisht ka nevojë për sen edhe më të voglin, po ka nevojë edhe për gjëra pak më madhore. Duke nis legalizimi i pronave në kodrën e trimave është shumë i rëndësishëm, se shumica e banorëve të lagjës nuk e kanë legalizimin e pronave, që ndikon edhe... A mendon të shtëpive apo dhe të pronave, vetë pronave? Të pronave, se shtëpit ka që i kanë të legalizuar shtëpit, po pronën nuk e ka. Kështu që është një punë shumë e madhe dhe është në premtim të uranit, edhe shpresoj që do të realizohet, nëse e kem fatin që Urani Ismaili të jetë kryetari i Prishtinës, duke filluar tani edhe nga qend Ndacak, ndriçimi i rrugëve, ka shumë gjëra. Kanalizimin e ujit këtu i keni në rregull? Nuk i kemi në rregull, ka shumë nevojë, ka pjesë që shumë është e nevojshme edhe kanalizimi, për shembull, është edhe kolektori që del prej shkollës Ilmi Rakovica deri në Shkabaj, është tërësisht jashtë. Ka banorë aty që më kanë thonë që ka njëri që e ka ndërtu shtëpinë, edhe nuk ka mujtë me jetu për era dhe o dalë me banesje. Duhet shumë shpejt të intervenohet. Duhet me intervenu shumë shpejt. Gjëra shumë bazike. 26 vjetë po i bëjmë në liri. Po një plan urbanistik, më në fund, i detajuar për kodrën e trimave. Po legalizimi i pronov edhe planin urbanistik e bjen edhe... E hapë rrugën për planin urbanistik. Për zhvillim të asaj pjesë. Na kemë edhe parkun të Jeshëm Betorinat, është një park ka kapacitet dikun mos gaboj edhe mbi 9 hektar, është shumë në nevojë që realisht të investohet në atë park, edhe pse Urani ka dhënë si premtim, edhe do të realizohet. Në kodrën e trimave Urani Ismaili i ka dhënë bazike 22 milion euro gjatë 4 viteve. 22 milion euro investime. Sepse edhe gjitha aktivitetet që ndodhen zhvillohen në shkollën Ozen El Hajdini o në Asim Vokshi. Ka nevojë ajo pjesë për ndonjë sallë sportive, për ndonjë shtëpi kulture, për ndonjë qendër? Gjithmonë ka nevojë edhe janë prioritet që do të bëhet edhe një qendër sportive, gjysmë olimpike, në kodrën e trimave, një shkollë e mesme, që shumë ka nevojë edhe ajo pjesë. Ka shumë gjëra që kemi në plan program, nëse fiton Partia Demokratike, që kanë më realizuar për kodrën e trimave. Mirë, sa keni përgatitur terrenin, apo mendoni me fitu?
Po shpresojmë që është rrodha e... A jeni rritë si PDK në Prishtinë? Shumë. Unë kom kandiduar edhe para 4 vite. Shumë. A keni bën numra? Se Para shumë, 4 vite, po thoni të gjithë. Para 4 vite edhe vetë kom kandiduar dhe di disponimin çysh ka qenë para 4 vite dhe çysh është disponimi tash. Tash është një disponim krejt tjetër edhe e shoh që është e pashmangshme fitoria. A do t'jesh ai që do t'jesh edhe zëri i bizneseve? Ju vetë jeni një biznes shumë i suksesshëm i asaj pjese, po që kish me konvergu me kërkesat e bizneseve të tjera, sepse atë bizneset nëse nuk do ta kenë mbështetjen e duhur, do t'ikun prej asaj pjese. Po gjithmonë duke pas parasysh që bizneset e mojnë edhe komunën e shtetin, gjithmonë duhet me pas përparësi bizneset, edhe do t'jem zëri edhe bizneseve. Kështu që në komunë ka shumë nevojë për me investu edhe në infrastrukturë bizneseve. Pikrisht, nga përvoja juaj si biznismen, a do t'ju ndihmoj kjo në menaxhimin e komunës edhe në ofrimin e ideve konkrete për zhvillim, në bashkëpunim me bizneset? Po normal, kur ka lehtësira edhe prej komunës, për shembull, dhe bëhet infrastruktura për biznese, ka shumë, domethënë ka shumë të ardhur dhe shumë interes edhe komuna vetë dhe komuniteti. Ne kemi edhe është parku i biznesit në atë pjesën nalt, realisht mund të më shfrytëzu edhe për biznese dhe ka potencial ajo pjesa jonë shumë për më zhvillu edhe bizneset edhe gjithçka. Në aspektin kulturor, se si drejtor i ansamblit Bajram Curri, keni udhëhequr 10 projekte me shumë suksese a konsideroni se edhe ky segment do t'jetë shumë i rëndësishëm në projektet që pretendoni t'i shpalosni qoftë si ansambleist, po qoftë edhe si parti në komunë? Kulturore flas. Po pjesa kulturore, realisht pjesa e trashëgimisë kulturore në komunën e Prishtinës, thuaj se është e vdekne. E vetmi ansambli Bajram Curri është një aset që dhe kena arrit me fut në mbrojtje si aset i mbrojtje trashëgimisë kulturore shpirtërore, ansamblin, me sa e di unë vetëm aset e ka komuna e Prishtinës. Por nuk kem sallë edhe ku i mojmë provat. Është neglizhencë, unë nëse jam aty edhe si asamblest, unë do të ngres zërin për trashëgimi kulturore se është pjesa më e vështirë për më mbijetuar. A ndikojnë arti dhe kultura në zhvillim lokal të një qyteti? Po shumë e vërtet. Edhe si ndikojnë ato? Shumë e vërtet se edhe arti dhe kultura, trashëgimia kulturore ndikon edhe në jetën e përditshme të njerit. Mos pari duhet me ditë ka ke ardhur dhe kush je. Trashëgimia kulturore është një fakt që tregon edhe kush ke qenë, ka ke ardhur dhe është shumë e vlefshme. Jemi den baba den shqiptar, Pellazgo i lirë shqiptar. Jeni një tregim shumë i mirë në botën edhe të kulturës, dikur edhe veti ke ra Çiftelisa, po? Po. Vazhdon me i ra? Jo, tash nuk i këm ra. Jo aty, flas të shtëpia, të qem do një herë. Apo kanë harru me dëgju? Allah, kam harru, edhe nuk e kam përdorur moti. Për shkak të obligimeve? Për shkak të obligimeve, normal ansambël pak me biznes edhe ngarkesë po është. Ngarkesa dhe biznesi. Edhe biznes. Po jeni një model i mirë i tregimit të njeriut artistik, të njeriut me aktivitet artistik, në kulturë, po edhe biznismen i suksesshëm, me një biznes familjar shumë të realizuar edhe kush ju ka përkrah më shumë të gjatë rrugtimit tuaj jetësor? Po familja, pikë pare. Të gjithë. Po, sfishtat, sfishta. Numër i madh kështu. Vëllezërit se bashkë me vllahun jam bashkëpronar, falenderoj, ai më përkrah dhe realisht edhe në këtë garën politike që jem hyrë mos më pas përkrahjen e vllahut, nuk mundi me vllahut e sfishtat se jeni shumë. Po sfishtat. Me bë me majt një koncert, me i thirr sfishtat një 5-600 boni. Bon. Që ku janë votat? Çfarë është? Se kodja kemi shtruar në nivel edhe lokal edhe egocentrist edhe këtë çështjen e votimit. Realisht, pse duhet me të votu shqiptarët për asamblejës në komunën e Prishtinës? Po, mendoj që duhet me votu se jam një njeri që e një çka është puna, çka është me bon një projekt, çka është me angazhu për qytetarin, për rinin, kështu që më mërmenja që krejtu që i thash, unë i zotroj edhe doja dalë në barë. Zonja dhe fëmijët çfarë të kanë thënë kur ju ke thënë se don më u fut kësaj rruge?
Po kam përkrajen e fuqishme edhe të bashkëshortës, edhe të fëmijëve, të vajzave. Çfarë ka thonë doktoresha? Doktoresha më e re tani. Doktoresha edhe doktoreshës e kam përkrajen edhe gjithçka është në rregull. Se e ke përkra shumë. Të gjithë fëmijët po me shumë dashuri që të realizohet si doktoresh dhe kjo është bukur. Është kënaqësinë em. A nuk tha, o blek të gjë, biznesin e ke shumë mirë, unë u bona doktoresh tani realizove disa nga dëshirat kryesore dhe mos ju fut kësaj gjëja, apo jo? Po, që është kënaqësi shumë e madhe, vajzat që i kam përkrasë shumë, mëja 2 vajzat, se 2 vajzat i kam martuara, e dyta më ka bo gjësh, ma ka dhone këtë e gjyqet, po shumë kënaqësi e madhe se dyjat kanë mësu shumë, edhe djemt i kam pak më të vogël, djalin e dytë e kam, domethënë djalin e tretë i vjen, e kam në shkollë të mesme, në vitin e fundit, djalin e vogël e kam fillore, kështu që është kënaqësi kur mësojnë fëmija, sidomos vajzat, është kënaqësi. Kënaqësi, zonja si quhet? Kosovare. Kosovare? Po. Zonja juaj? Po, zonja. Hajde, Kosovare, ke këndu sigurisht. A ja ke këndu këtë kam kërë Po, në që ashtu dashtë edhe me mashtru pak. Dhe e fëmijët? Fëmin Laureta, Leona, Dioni dhe Ajani. Arsim Sisa, për mua jeni model që njerëzit duhet të votojnë. Po kur ta votojnë, kanë me votu? Kur ta votojnë, numrin? Kanë me votu Arsim Sfishta, numër 51 dhe Orhan Ismaili 99. 99. Po. Do më thonë, Orhan Ismaili është nishi, Po. partia 99. Po mos harroni Arsim Sfishtën me numër 51. Nëse doni që absolutisht kërkesa tuaja ta kenë adresën e duhur në Asamblen e Komunës së Prishtinës. Sa qeveria? Fuqia e Komunës Prishtinës, gati sa qeveria. Shumë e vërtet. Komuna e Prishtinës ka potencial shumë madh, gati sa gjysa e Kosovës. Këto duhet me punu, me shku njerë që e njojnë edhe dojnë punën, marrë mene që arrijnë shumë. Mendon ata që din duan edhe gjithmonë ja dalin, Du mi marrë një shembull, është për të habitur është tregu i Gjelbert. Sa ka 100 metra, ka afër komunën. Është të merri Zotit me shku atë. Po thojnë me shti aty në... Po, unë nuk e di që ka thojnë, që 26 vite pas lufte, është të merë, është turp, vinë vizitorë të huaj. Edhe na shohin. Edhe, po, kur e shohin atë të merë, unë me full drejten, shumë rrallë më bjenë me shku aty. Po në qose jam asamblejist, shumë shpesh ku me vizitu. Cili është mesazhi jot në fund të kësaj interviste tonë këtu në... Se ju kam disa, si një konglomerat, si një mozaik i përfaqësuesve të partive të ndryshme, edhe qëllime, edhe synime të gjitha për të mirën e vendit. Mesazhi im është dilni votoni për atë që mendoni që punon për ju dhe që nuk ju zgjenin. Dhe mos e harroni numrin 51. Numrin 51 gjithçish. Tek numri partisë me 199. Mendoj që e meritoj. Me numër 1 Orhan Ismaili. Pse mendon që Orhani duhet me qenë? Po, Orhani, që thamë edhe më herët, e ka tregu veten në shëndetësi dhe nuk besoj që kurse se e qetë më poshtë veten në komunë. Në këtë rast. Po e kam dëgjua, i ka thonë, nëse nuk e bëj mirë, mos më zgjidhni më, po ashtu. Edhe unë po e them të njëjtën. Unë për vete nuk kisha lyp vot, nëse isha qenë i pabërgjeshëm gjatë atyre 4 viteve ndaj qytetarët. Arsim Sfishta, ishte kënaqësi që të kisha mysafir. Me respekt, faleminderit. Suksese me datën 13 le të dalim në rezultatin e konfirmuar asamblejës në komunën e Prishtinës. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Roma, po më pardon këtu. Të dyja pjavlu kanë çka janë këtu? Kanë Bion. Nga fabrika lëngjeve Bion. Bio. Pjesë e korporatës Besimi Komerc. 100% natyral, 0% sheqer të shtuar. E garantuar mere bob, se ke hup lëngjët. Edhe?
Mund është mu dehidru, këta më fushot që ka nis me premtu. Po, edhe të marrin këtë. E gjithë në Gjermanin, Zvicër, në Suedi. Ka shku vërtet, a? O, ka shku, besimi e shetë në Kosovë, besimi në Zvicër. Jo. 2 besima krejojnë besim, e zbioni për pora. Të lutem. Li, bo, që e pen ma vujtë. Kapitalistë të pjanë. O, këteva shkova të shpia. Ej, po ta pas ka dhez motorin kjo bioni. O, Bob, nga ma Bob, 100%, natural, jëm bia. Nga më najmë, jëm hitë e shpia. Edhe? Kom të krejtë lëq. Po? Bia të shishtri e këshin shu televizorin kup qilës. Tha, shka u bu, hajde vla se pe qesin ma halën tu në televizor. O, Bob, nuk e njefsha ma halën tem. E këshin gjiru me drënë. Ne kemi investuar në këtë logje. Zdisha, Bob, a mi besu qizme vë këtë lëq, a mi besu drënit atymve. Diska, po? Në që të kemi besu. Ta shu e qika, që të me një kanal tjetër e kanë qitë tjetërën. Kur janë një sinjoni, do t'jem zëri juaj. Hynë unë, 4 vjetë të kunë komun kërkush zonin se ka një, aj do t'jem zëri juaj. Po mësu tashe? Qup! Që janë në kësha rrullë zgjil? Ha! Ja ku morë bia vdiketru, një javë shyma televizorit, thasha le zëna i kush këtë shpi, edhe shka jashtë e lidhe që janë kër im këthy mrena. Ha! O, mos larë zoti pa bia. Që? Ajo shpi që nuk ka bia, nuk ka shiret. A ka ishin O, ishin shtri bashkë 8-5. Ha! E këshin morë një librës, i këshin hy për mi asaj librës. Ha! Ledzë njëna një vjersh këtë 4 e ngëshin. Njëna e ledzë ke një vjersh këtë 4 e ngëshin. Kur erte feta tha kjo është liber me poezi. Ha! Tha e ka shkru Reja Merijes. Për në mërë qitër në të fokë në të Edhe bijat! Po, bijat e dishin e ledzeshin, ja ka shkru Reja Merijes, ja ka shkru Reja Naimit. Jo Reja Merijes, jo Reja Naimit. Tha shtëp. Nalëni. E ka shkru Tringa. Normalë me, ajo ka identitet, a thash ju ka zënë ma kini marifet. Kur të dikush nalën, dhe një më nalë. Unë nalën, a em. Edhe, si janë të libras, i veç ja ku morë librin, ja ku më dhejës televizorin. Ha! Tringa në televizor. A di që shbëjtje? Kështu që, ne nuk të pëjmë dasëm, a i dha pse se dasëm nuk do bëjmë, se si më duke si kur e përsëritur të them të drejtën. Bia që kanë qi. Ja, e pas kanë kallërin dhijën, s'me për kanë dasë. A fjeta e mesme. Ka, o vla, po full ka gramatik ma mirë se na govci. Normal të është full se ka ledzu, 3 vjetë ka ledzu për me për një liber. 3 vjetë s'kon vëgë të na e më shemë njëtë moja. Edhe një bje jemi e meqme. Hajtë se vjerë vetja ka bu, e ka mësu, se e kini aj që shtë të nlojme. Për ne, për ju, për të gjithë. Fleni mirë, në një bukur. Ta e ka në shtru të stisë, s'ka me full atë. Atje? O të është kjo shkon pak me të leme, nuk shkon veç me të leme. Se për mu të ta stilin zeshë pra të poezit, a vlo për të kalzej drejt. Këtë poezi këm ledzu, se kur s'ka ledzu një beju, nëse ka një është kështë rrafë që ka posë. Tha, ma shumë këm ledzu, thesha, na për poezi më spegjoj rasesht recetën e kremave të mirije. Në një të arrën kremë receptin, arrën Naimin në aeroport të motyst, arrën kremë, po dhe më arru receptin e den ljëra, a o që shte Naim, edhe Naim, pa qëfar të arru me Naim, edhe tash më se bo marak, se mirien nuk është e regullu bash shumë ftyrën veç krema, po edhe burri vet e jabën me dashuri. Ajo, lutëm. Ta sheko dhe librën, Ha, letëza librën, poezi. A e kini me librën me vete? A e kini librën me vete? Po, që të Ja ku mora t'je bia, ta ku mpru e letë. A po!